pamje të drejt për drejta nga stadiumi Sami Kelmendi në qytetin e Lipjanit, derbi i Prishtinës. E shohim skuadrat të cilat zbresin në fushën e Blert. Prishtina do luajë me fanella të zeza. Prishtina luan me 3-5-2 në port, Ardit Nika. Pastaj në fushë Ramiz Bytyqi, Fili Bueje, Gjorgje Salletić, Kristofer Mamengi, Muja Namani, Zeqiri, Taipi, Veliu dhe në sulm kryesor Ilijevski. E dërkon topin në krah, do Pratici. Mirë ideja ti Hasana, i shansi tani, mundësia me njerë për Prishtinën e re dhe goj. Dhe arkimi këti të fundit në zonë. Bueje. Mirë ky pasim i gjatë, rasti tjetër tani, Gjorgje Salletić, mundësia këtu për Prishtinën, vjen ky arkim drejt zonës, shansi këtu, i jashtë. Rasti më i mirë mund të themi i Prishtinës deri më tani. Jo i sakt në gjuajtjen e tij me kokë, Ilijevski. Fitua rrezikun. Topi vjedhur, dadet me goditjen. Veliu. Të mira janë kombinimet Veliu. Harkimi tani drejt zonës, shansi këtu dhe 2-1. Arrin të shënoj Prishtina, Taipi. Minuta 30 e duelit. Shojmë këtë aksion, gjithçka nisi me Valmir Veliun. Teksa asisti është për Ramiz Bytyqin dhe goli për Taipin. E gjen vetën mirë në zonë. Praktikisht një penalti në lëvizje dhe shënon Gjelbrim Taipi. 2-1 rezultati. Në zonë Baholli, vjen krosimi ti, Prenqi me goditjen dhe goj. 3-1 shifrat, sa vjen e bët më e çmendur kjo ndeshje. E shojmë edhe njerë, kështë arkimi dhe goditja Prenqit. Baholli, sa mirë lëviz, goditja nga distanca. Intervenon këtu Nika. Pa hapësirë. Bytyqi me arkimin shtylla dytë, Veliu, shansi këtu, ky top në zonë. Zeqiri. Valmir Veliu, mirë pasimi ti Muja, Zeqiri, shansi për goditje, Zeqiri me temtimin. Vazhdoj. Provon të nis Valmir Veliu në aksion. Hasana është aty për ta dueluar gjithsesi. Veliu arrin të dribloj, Ilijevski, Veliu. E plagësh goditja. Shkon jashtë. Shojmë, nisot, Blendi Baftiu, goditja ati, shkon jashtë. Blendi Baftiu. Shkon jashtë gjithsesi temtimi i tij. Vjen goditja dhe 4-1. Realizon Hasanaj. E mbyllët këtu takimi.